Mjetet që përdoren në kohën tonë, mjetet moderne, mjetet që janë, domethënë që lidhen me dynja, nuk janë në kuadër bidatit. Për shembull telefonat, klimat në xhamia, dritat, mikrofonat, kamerat e kështu me radhë, janë mjete, to syn çështja e bidatit. Mirë po. Nëse mjeti me përvojë është vërtetu se sjell më shumë dëm se sa dobi, atëherë ai mjet bëhet haram. Për shembull ti telefonin në esencë ki halal apo. Po nëse ti vazhdimisht qyr lakuritsin haram me telefon, a këti telefoni ki haram. Ti ki obligim me lënë telefonin edhe do të thonë, në esencë telefoni është halal, nëse shfrytëzon për halal apo. Mirë po nëse pjesa më e madhe e telefonit të ti shkakton ti mi bëj gjuna Allahut, atëherë ky mjet shndrohet në haram për ty apo për masën. Çështja e protestave është vërtetu, domethënë me argumente sheriatike dhe me përvojë se kanë më shumë dëm dhe dobi. Me shumë argumente, si për shembull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pa një ditë një grup prej sahabëve duke qëndruar në rrugë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith është sahih në Muslimit. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni frikë Allahun, mos rrini në rrugë. Ata veç kanë nejtë. Kanë thonë, ja Rasulallah, sahabet, që i grupë, na s'kem qane pa nejtë rrugë. Se po foli me zveti, po dërtojnë me zveti. Sahabet s'kan pas shpijat e mëdha sikur se na. Me ka 5-6 dhuma, me obora, s'kan pas vende parë që ku me shku për shembull, s'kan pas varfër njën ku. Qëtë kohë ka shfrytzuar prej xhamisë kur u dal në rrugë, me shokët e vet u taku dhe s'ka pas mundësi. Thot, na s'kem qare, thot, ka njerë pa nejtë, thot, se po bisedojna me zvete, po dërtojmë, sahabet. Njëti, është i keq? Njëti, është i keq, nuk është i keq, apo? Deri tash mirë është puna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë. Atër nëse mohani përveç se me nejtë në rrugë, atër jep janë i hakun rrugës. Sahabet kanë thonë, ja Rasulullah, pas ka rruga haka, në njëve, po u thot, sot se dhe është haku rrugës, thot me këthy selamin, me urshikimin, me urdhënone të mirë, me ndalun nga keqa dhe me largu pengesa nga rruga, mos me pengu dikon. Ta shti protestat që pas juve, a i përfshin qëto senet qëndrimit rrugë. A pengojnë njerëzit? Pengojnë, me zona, të rështim që caktojnë të njerëzit, me biskama, me përzimja me zbura dhe grave, komunikacioni, thyrje, gjamave, pasurive të njerëzve. Dhe me thonë, nuk është urdhërim në të mira dhe ndalim nga keqa, është fesad. është thirrje në fesad është ajo. Thirrje në shkatrim është, nuk është urdhërim në të mira ajo. Andaj nëse veç një qëndrim i thjeshtë në Islam nuk i përmban këto kushte, nuk të lejohet ty me nejtë në rrugë. Ku janë protestat që asnjë kusht se përmban. Protesta ki përzirje, nuk ka ule shikimin të. Protesta ki thyrje, fymje, ki brohoritje, blokim komunikacioni, blokim njerëzve, friksim njerëzve. Asnjë kusht për këtyre kushteve të lejimit, qëndrimit të në rrugë, në mënyrë normale nuk të plotësohet. E që ma tepër kur janë protestat. E dyta, argumenti tjetër. Allahu Gjallëshanuhu, kur ka folë për Ibrahimin a.s. Që ka bu Ibrahimi a.s. Kur u shku i ka thy putat e, aty në babës vetë që ka bu. Edhe kur i ka thy putat i ka thonë, kush e ka vepru këto, ka thonë, pytni putat juve, i dhojt, ata ju ka dhëzëjnë. Mëse të ko kanë zodna, ata e duhet me ditë. Edhe e kam pak që ata, do me thonë, s'ka logjik në adhurimin e idhujve, edhe kanë vendosë që kanë vendosë që me kallë, me gju Ibrahimin a.s. zjarë. Mirë po, njeri kur të analizon jetën e Ibrahimit a.s. do të me pasë me rëndësi shumë edhe këto. Allahu Gjallëshanu pas këti rasti. Ja të rejkë vrejtjen Ibrahimit a.s. që gjatë misionit Davitit të ti, mos me qenë dhahir lil qaumil kafirin dhe dhalimin.
dhahir, i dukshëm. Mos me tërheq vëmendje me veprat e tij. Sa ka qenë i ri e ka buat punën e putave. Mi po masan e Zoti ja ka tërheq vretjen dhe e ka lut Allah pastaj mbrojtje, ka kërku Ibrahimi që mos më konë i vëmendshëm në shikimet e zullumqarve, që qaj vëmendja e tyne ndaj ti me pengu këto nga daveti. Andaj ti vetë ju nuk dosh me busene me atërvek vëmendjen e qafirave me të pengu ty. Andaj prej fjala protest çka është? Fjala protest është marrë për këtu dhahir, mudhahara, me qitë vetën shesh, njerëz me të po ty. Shfaqje, dukje, do me thonë prej qësaj është marrë fjala protest në gjuhën arabe, qysh ka thonë edhe Ibrahim a.s. kër e ka lutë, Allah ka kërku mbrojtje që ai si person me fizionominë e tina, me pamjen e tina, me veshin e ti, që mos me konë provokim për qafirat kur të shohin, që mos mu pengu daveti për shkak kësaj. Andaj muslimani me veprat e tij do të më largu provokimeve. Do të më largu, do me thonë, cytjeve pa dashje, do me thonë, mos me qitë vazhdimisht vetën në pozitë që ai më konë, do me thonë, qka sprov për ata. Kjo nuk është prej urtësisë në davet. Të urdhrojnë në të mirë, dale nga ki që ja thuje hakon, argumenta kundër batilit, mirë po mos del në rrugë, mos del sene me bo vepra të shëmtume që ja tërhek vëmendjen që me to goditet islami, jo ti si person në ashtë ti, kur që zbot mirë po goditet islami. Në protestave kush ja ka po hajren? Kush ja ka po hajren? Nëse dikush ka po të dëmë mas shumë të prej proteste, është dëmtu islami. E muslimant. është dëmtu islami. është këthy mbrapa islami në përmjet protestave me dekada. Sa u kënë të përparu, u që një grupë me ndjerec, kanë bu protesta, ajo u bu sebeb që ata për shumë, ajo shfaqe duke atyne që ka, mi janë ndalu pastaj të drejtat e kitë muslimanëve për shka këtyne. Për një drejt që kanë lyp, pastaj janë privu kitë musliman për shumë drejtave. Andaj, të bazum shumë argumente kuranore, atë metodologjin e pejgamber kur kanë bot davet, qësh kanë bot davet, edhe qësh janë sirë në njerëzit, që atë daveteve tyne, na del në pase, protestat nuk kanë herë do, janë shërë, edhe nuk bëndo me thonë, nuk janë mjete që janë në përmisim. Nuk janë mjete që janë përmisim, andaj edhe nuk bënë të mirën pjesë muslimanin këto protesta edhe të sirë në to. Allahu a'lam.